Përshëndetje të nderuar shikues, nga edicioni orës 16, pas pak në lajmet do të ndiqni. Ka nisur këtë paraditë rinumërimi I votave për qarkun Fier, do të verifikohen 587 qendra votimi si për subjektet ashtu dhe për kandidatët kast, vendosi pas kërkesës së disa partive për parregullsi gjatë procesit. Në gjykatën e posaçme u zhvillua seanca e parë për dosjen Partizani për shkak të mos informimit të Sali Berishës dhe mungesës së një prej avokatëve. Seanca u shty ish kryeministri e cilësoi proces politik. Javë thatë dhe me temperatura përvoluese, kështu e parashikojnë meteorologët nisin e muajit korrik. Termometri pritet të shkojë në 40 gradë në Berat dhe Koplik. Turizmi I brendshëm po një zhvillim të vrrullshëm. Të dhënat e Instat tregojnë se në vitin 2024 3 milion udhëtime u zhvilluan brenda vendit nga shqiptarët. Tirana dhe Bregdeti I Vlorës më të preferuar. Albin Kurti ka akuzuar opozitën për bojkot të konstituimit të kuvendit. Ai deklaroi se nëse kandidatura e Albulena Axhiut nuk miratohet në votimin e parë të fshehtë, do të propozojë një emër tjetër. Dhe ju njohim tani më gjerësisht me materialet e përgatitura. Ka nisur paraditën e sotme rinumërimi I votave për 587 qendra votimi të qarkut të Fierit si për subjektet politike ashtu edhe për kandidatët. Ky proces është kërkuar nga koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet, I cili synon të rekuperojë rreth 500 vota diferencë që mund të sigurojë një mandat deputeti që është siguruar aktualisht nga Partia Socialiste. Në qarkun e Fierit, Partia Socialiste siguroi 12 mandate, ndërsa Partia Demokratike 4. Në gjykatën e posaçme u zhvillua seanca e parë për dosjen Partizani për shkak të mos informimit të Sali Berishës dhe mungesës së një prej avokatëve. Seanca u shty ish kryeministri e cilësoi proces politik dhe se drejtësia është arma e pushtetit. Ka dështuar seanca e parë gjyqësore ndaj Sali Berishës, dhënë të tij Amar Maltezi dhe të akuzuarve të tjerë të dosjes Partizani. Trupi gjykues shtyu seancën pas kërkesës së SPAK, pasi Berisha nuk ishte njoftuar dhe nuk ishte personalisht I pranishëm, ndërsa mungonte dhe avokati I kompanisë Home Plan SHPK. Në këto kushte trupa gjykuese e përbër nga Elsa Ulliri, Bib Ndreca dhe Rudina Palloj, pasi legjitimoi palët në proces, vendosi që seanca e radhës të shtyhej me 21 korrik. Maltezi theksoi se ky është një gjyq politik dhe se do të përballet me akuzat. Ne jemi të gatshëm të përballemi në çdo lloj dite. Sot ka filluar farsa, ne do vazhdojmë. Njoftimi për zotin Berisha ka ardhur të premten. Sipas kodit të procedurës duhet vinte 10 ditë para. Ka ardhur para 2 ditësh. Që në këtë moment ne shikojmë që shteti bën farsa, sepse shteti, policia le themi, e kishte njoftimin që para 2 javësh. Zgjodhi ta sillte të premte. SPAK-u nuk gëzon ta tharrasë as për dëshmitar Edi Ramën. Kështu që Edi Ramën ne kemi kërkuar të jetë pjesë dhe do e kërkojmë. Ish kryeministri Sali Berisha ka reaguar në rrjetet sociale pas shtyrjes së seancës gjyqësore duke e cilësuar procesin një farsë të pastër politike dhe të diktuar nga mazhoranca. Kapja dhe përdorimi I drejtësisë si armë politike është I pari kryesor I regjimeve autokratike të korruptuara. Sot fillon procesi gjyqësor politik në GJK për dosjen Partizani, fund e kryej një piramid mashtrimi. Pas 5 vitesh hetimit të vettingut 30 vjeçar, kanë gjetur se Sali Berisha bashkë me të shoqen disponon gjithsej 100.000 euro kursime të 54 viteve punë dhe një apartament 40 metra katror, më të madh se sa ai që ka pasur gjatë diktaturës, dhe se ai dhe fëmijët e tij kanë zbatuar vetëm ligjin. Berisha deklaron se nuk ka asnjë fakt dhe nuk ka bërë asnjë ndërhyrje ndaj kujdo. Për dosjen Partizani nuk ka asnjë fakt penal. Amar Maltezit nuk I është dhënë asnjë metër katror tokë publike. Nuk ka asnjë qendark dëm në para publike. Shteti veç ka përfituar nga zbatimi I ligjit. Nuk ka asnjë provë, asnjë dëshmi, asnjë dokument që të tregojë se Berisha ka bërë ndërhyrjen më të vogël ndaj kujdo. Në seancën e radhës e datë 21 korrik, trupi gjykues do të relatojë nëse është paraqitur një kërkesë për largimin e kryesuesës së trupes gjykuese Elsa Ulliri nga kjo dosje dhe palët pritet të njihen dhe me vendimarrjen. Kryetari I Komisionit të Prokurimeve Publike, Jonaid Myzyraj, u paraqit në mjediset e prokurorisë së posaçme për të njohur me akuzën pasi u mor I pandehur. Ai akuzohet për shkelje të barazisë në tendera dhe do të hetohet në masën detyrim paraqitje, ndërsa gjykata ka vendosur pezullim nga detyra. Jonaid Myzyraj është vënë në ndjekje penale për një tender tjetër të vitit 2020 që lidhet me mirëmbajtjen e segmentit rrugor Rrëshen Shpal dhe Shpal Ura e Repsit me gjatësi totale 58.7
7 kilometra dhe me vlerë 219 milion lek. Ai u padit nga kompania që u përjashtua nga gara. Turizmi i brendshëm po një zhvillim të vrrullshëm. Të dhënat e Instat tregojnë se në vitin 2024 miliona shqiptarë zgjodhen të pushonin brenda vendit me destinacionet bregdetare dhe malore që tërhoqën më shumë vizitorë. Në vitin 2024, 69.2% e shqiptarëve janë treguar patriot sa i përket pushimeve, pasi kanë zgjedhur si destinacion Shqipërinë për gjatë vitit të shkuar sipas të dhënave të Instat. Më konkretisht, për udhëtime për qëllime personale, pra për pushime brenda vendit, janë regjistruar 3 milion udhëtime nga veriu në jug. Të ndara sipas destinacioneve apo rajoneve të vendit, në vitin 2024, qarku Tiranë rezultoi me peshën kryesore të vizitorëve vendas me 15.4%, ndjekur nga Vlora me 12.3%, me 10% Korça dhe Durrësi me 8.6% sipas Instat. Ndërsa vlerat më të larta të ne qëndrimeve janë regjistruar në muajt gusht, korrik, dhjetor dhe qershor të vitit të shkuar. Nga ana tjetër, 1.4 milion udhëtime të shqiptarëve jashtë vendit për pushime apo qëllime profesionale gjatë vitit 2024 kanë qenë në Itali me 8.6%, Greqia me 7.4%, me 3.8% Gjermania dhe me 3% Anglia dhe Franca. Në publikimin vjetor të Instat nënvizohet se përqendrimet më të larta të udhëtimeve të kryera jashtë vendit në 2024 janë regjistruar në muajt gusht dhe dhjetor. Superjahti luksozo opera në pronësi të shejikut Abdullah bin Zayed Al Nahyan nga Emiratet e Bashkuara Arabe është ankoruar në Durrës. Jahti, ndërtuar në vitin 2022, pritet të furnizohet me rreth 320.000 litra karburant pa akcizë, një nga arsyet që bën porti shqiptar të rreheqjes për mjetet e mëdha lundruese. Opera pas përfundimit do të udhëtojë drejt Dubrovnikut. Vitin e kaluar Shqipëria arkëtoi mbi 1 miliard lek nga taksa e karburantit për jahte dhe megajahte. Jahti ka vlerën e rreth 450 milion dollar. Pak orë pas shpërthimit të flakëve në tregun industrial të Durrësit, autoritetet kanë përcaktuar edhe shkakun. Nga hetimet ka rezultuar se zjarri shkaktuar nga një shkëndijë elektrike, ndërsa dëmet janë të konsiderueshme. Një shkëndijë elektrike shkaktoi zjarrin në tregun industrial të Durrësit. Në këtë përfundim paraprak kanë dalë autoritetet, ndërsa vijojnë hetimet për të vërtetuar nëse zjarri ka qenë i qëllimshëm. Flakët kanë nisur fillimisht në një njësi tregtare e më pas janë përhapur edhe në pjesën tjetër të tregut. Gjysma e subjekteve janë shkëmbuar plotësisht, ndërsa dëmet janë të shumta edhe në njësi të tjera tregtare në këtë hapësirë. Këtë të hënë në tregu në zonën e plazhit në Durrës mbërritën jo vetëm pronar të subjekteve, por edhe ekspert, të cilët u morën me sistemimin, ndërsa ende nuk është bërë bilanci i dëmeve. Flakët shpërthyen pas ditën e së dielës, ndërsa fatmirësisht nuk pati persona të lënduar. Tregtar, por edhe qytetar, arritën që të dilnin në kohë, ndërsa një pjesë e pronarve arritën që të nxirrnin edhe një pjesë të mallit për ta shpëtuar. Zjarri rrezikoi edhe bizneset të tjera përreth, si dhe apartamente e hotele, ndërsa tymi u përhap në të gjithë zonën bregdetare, duke shqetësuar edhe vizitorët. Ky treg funksiononte prej vitesh, kryesisht gjatë sezonit veror, nga ora 7 deri në orën 23 të mbrëmjes. Ndërsa sipas autoriteteve, kushtet nuk kanë qenë të përshtatshme për tregti. Kjo ndikoi edhe në përhapjen me shpejtësi të flakëve, ndërsa në këtë treg edhe vite të tjera nuk kanë munguar rastet kur ka shpërthyer zjarr apo hapësirat të jetë përmbytur në ditë merreshje. Javë e thatë dhe me temperatura përvaluese, kështu do parashikojnë meteorologët nisjen e muajit korrik. Temperatura do të arrijë 40 gradë në Berantë dhe Koplik. Valat e nxehtit afrikan do të vijojë të jetë prezente edhe gjatë kësaj jave në vendin tonë dhe me temperatura që arrin në vlera 40 gradë Celsius, e veçanërisht në Berat dhe Koplik. Territori shqiptar gjatë kësaj jave do të jetë në ndikimin e valëve të nxehtit afrikan. Dita e mërkurë sjellë një tjetër rritje të temperaturave, duke bërë që mesjava kryesisht e mërkurat dhe enjta të presin 40 gradë, që do të jenë në qarkun Berat, nuk përjashtojnë temperatura për 40 gradë që edhe në zonat e mbi Shkodrës, Kopliku,
Pjesa më e madhe e qyteteve urbane në Shqipëri do të jenë nga 38 në 39 gradë. Fundjava pritet të sjellë një ulje të lehtë të temperaturave sipas sinoptikanëve, ku të shtunën në veri nuk përjashtohet ndonjë rebesh afat shkurtër. E premtja dhe fundjava ka një tendencë të tërheqjes së valës, por mbetemi sërish me temperatura kryesisht 38 gradë pjesa më e madhe e territorit shqiptar, përjashtuar të shtunën ku ka mundësi që zonat veriore dhe verilindore të kenë rebeshe të izoluara shiu, po afat shkurtra vetëm për disa minuta dhe më pas sërish diell. Sipas sinoptikanëve, për shkak të valës së të nxehtit afrikan, edhe temperaturat minimale do të jenë të larta, duke bërë që edhe nata të jetë nxehtë. Në disa vende evropiane temperatura ka regjistruar 48 gradë Celsius, alarmiku që është lëshuar për shumë qytete në Itali, ndërsa disa shtete po mendojnë për kufizime të përkohshme për shkak të nxehtit. Europa po përballet me valë ekstreme të nxehtit me temperatura të cilat kanë kaluar mbi 40 gradë Celsius. Nxehti përvolues ka prekur Italinë, Spanjën, Greqinë, Francën, Britaninë e Madhe, Portugalinë si edhe Ballkanin. Në Sevilla, Agjencia Kombëtare e Motit lëshoi një alarm portokalli, paralajmërimi dytë më i lartë, ndërsa nxehtësia ekstreme u regjistrua në të gjithë rajonin. Termometri arriti në 48 gradë Celsius në disa zona. Turistët dhe banorët morën masa paraprake duke u freskuar me ujë. Në Itali, disa rajone po shqyrtojnë zbatimin e kufizimeve të përkohshme të punës gjatë pjesës më të nxehtë të ditës. Këto masa po vlerësohen në rajone të tilla si Lazio, Toskana, Kalabria, Puglia dhe Umbria. Gjithsej 21 qytete në Itali u vendosën nën alarm të kuq për të nxehtë ekstrem. 2/3 e Portugalisë janë në gatishmëri të lartë për vapën ekstreme dhe zjarre, me temperatura që në disa zona kanë kapur vlerën e 42 gradë Celsius. Në Londër temperaturat arritën mbi 40 gradë Celsius, ndërsa njerëzit ju drejtuan pishinave. Edhe qytetarët gjerman të Bonit shfrytzuan një lumë aty pranë për të freskuar. Shërbimi meteorologjik gjerman ka paralajmëruar për një val të nxehtit ekstrem në ditët në vijim, me temperatura që do të arrijnë pothuajse 38 gradë Celsius të martën dhe të mërkurën. Shkencëtarët në World Weather Attribution kanë bërë të ditur se temperaturat kaq të larta lidhen me ndryshimet klimatike. Albin Kurti ka akuzuar opozitën për bojkot të konstituimit të kuvendit. Ai deklaroi se nëse kandidatura e Albulena Hanxhiut nuk miratohet në votimin e parë të fshehtë, do të propozojë një emër tjetër. Opozita e akuzon se po shkel kushtetutën, ndërsa Albin Kurti thotë se partitë e tjera nuk duan kompromis për zgjidhje të krizës. Ai përsëriti sërish dy opsionet që ofron vetëvendosje për t'i dhënë fund ngërçit të krijuar në kuvend. Ti delegojnë përfaqësuesit partitë politike dhe me atë rast nëse nuk e duan votimin e fshehtë, ta rrëzojmë atë komision me vot, sepse pa vot nuk rrëzohet, me bojkot nuk shkohet përpara. Dhe pasi që të rrëzohet ai komision, mund të kthehemi tek vota e hapur, me që rast le të kemi marrëveshje politike natyrisht që kryetari dhe 5 nënkryetaret me marrëveshje paket të votohen një nga një, po me marrëveshje paraprake. Kurti akuzon se opozita po bojkoton konstituimin e kuvendit. Nuk e kuptoj pse gjithë kjo rezistencë e partive opozitare kundër votimit të fshehtë, kur dihet që me 9 shkurt qytetarët e Republikës Kosovës kanë votuar me votë të fshehtë, të lire, demokratike dhe kanë bërë vetëvendosin fituese. Ne i kemi 48 deputet, PDK-ja 24, LDK-ja 20, pra PDK plus LDK nuk bojnë sa vetëvendosja. Teksa palët shkëmbejnë akuza, Kosova ka gati 5 muaj pa institucionet e reja pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, ku force parë doli vetëvendosje. Lea Bubu, aksesorin më të popularizuar të vitit 2025, tashmë mund të shihoni edhe si ëmbëlsirë. Kjo është nisma e ndërmarrë nga një restorant në Moskë. Ndërsa kukullat Lea Bubu po pushtojnë botën, një restorant në Moskë ka vendosur ta kthejë këtë lodër më trend të momentit në një ëmbëlsirë. E mbuluar me çokoladë të bardhë dhe e mbushur me mus frutash, është e popularizuar në mesin e vizitorëve.
Vetëm një labubu i ngrënshëm kushton sa një vakt i plot në këtë restorant. Një kafshat nga kjo ëmbëlsirë do t'i kushtoj 4.500 rubla ose $60. Si bonus, për të gjithë ata që vinë për të frekuentuar këtë restorant, marrin gjithashtu një lodër të tillë, por me një cilësi mjaft të lartë. Në 2 javët e para, pas prezantimit të ëmbëlsirës, pati një entuziazëm të madh. Morëm shumë telefonata, ndoshta rreth 1.000 telefonata në ditë. Kishte një fluks jashtëzakonshëm klientësh. Kërkesa ishte më e lartë. Tani kërkesa ka rënë pak, sepse kjo ofertë ka qenë aty për një kohë mjaft të gjatë. Labubu krijuan një dekadë më parë nga artisti i Hong Kongut Kasim Lung. Në vitin 2019, Lung pranoi t'i linte ato të shinjten nga Pop Mart, një kompani kineze lodresh. Klientët thonë se ëmbëlsira është shumë e bukur, sidomos fëmijët kur vinë entuziazmohen nga fakti që kjo është një kopje e vogël e një lodre Labubu. Një kategori tjetër e vizitorëve që vinë për shkak të kësaj ëmbëlsire janë zonjat që ndjekin trendet dhe e shohin Labubu si një aksesor për çantat e tyre. Një blerës i një lodre, kur merr këtë kuti surprizë, nuk e di saktësisht çfarë dizajni do të marrë derisa të hap paketimin. Çmimi fillestar për lodret Labubu të shitura në dyqanet Pop Mart është rreth $50 ose $7. Populariteti i personazhit u rrit ndjeshëm pasi Liza, antare e grupit të muzikës pop koreane Blackpink, u pa me një të tillë dhe shprehu admirim për kukullën në intervista dhe postime online. Shumë të famshëm të tjerë ndoqën shembullin. Në maj, ylli britanik i futbollit David Beckham ndau një foto në Instagram me një Labubu të varur në çantë. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion lajmesh. Faleminderit që na ndoqët.